Përshëndetje të dashur shikues të televizionit Shpresa. Sot kemi nderin të kemi të ftuar në studio profesor Plum Pilinçi. Profesor, përshëndetje dhe mirë se keni ardhur. Përshëndetje. Profesor, pse erdhi ambasadorja greke e Amerikës në 12 të natës nga Greqia në kryeministrin? Gjithë mediat po flasin që ka lënë një shije të keqe nga prezenca e saj. Profesor, ju si misioner që jeni me dekada, çfarë mund të na thoni? Përshëndetje shqiptar kudo që ndodheni. Mirëdita shqiptarët e mi në Amerikë, në të gjithë shtetet. Dashur shqiptar edhe të Tiranës, e të Shqipërisë, shqiptarët e mi të Kosovës, Malëzim, Maqedonisë, edhe shqiptarët e vrarë dhe ata që kanë ngelur në qamëri. Dashur shqiptar, dje ishte dita e fundit të dy partive. E pat edhe vetë që janë bashkë, e pat edhe vetë në parlament, të quajtur parlament, pa ishë kuvendi i bolqevikëve, kuvendi i mizave të kalit, kuvendi i hajdudve, kuvendi i vrasve dhe kuvendi që i përzuri shqiptarët për të detit. Unë thash është ditë e fundit për arsye sepse janë të dy partitë. Berisha para ca kohë kur bën demonstrat, djeg edhe bomba, ai po të ishte kundra Edi Ramës se janë bashkë, nuk bëri asgjë. Doli me disa veta jashtë parlamentit, si që ka zakon, foli, por ata janë bashkë të dy. Po të dashur shqiptar, Edi Rama dhe Sali Berisha, ata vërtet janë si trup gjallë, po ata janë vdekur, për arsye se kanë dëmtuar kombin shqiptar. Të dalë në fotoa që shihni në ekranin e djathtë, unë ndjej një keqardhje, ndjej sepse unë jam, siç u kam thënë, jam Amerikan, e 300 vjet stërgjysht e mi, unë jam Amerikan për 51 vit që punoj dhe do punoj gjesa të kem shpirtin për çështjen e tokës të bekuar të Amerikës dhe për tokën e bekuar të shqiponjave. Pra të dashur shqiptar, nuk e shgoj dot foton, po a shpjegoj, po ashtu dola dhe shumë shpejt në mëngjes, kam dalë urgjent për arsye se e dim se ç'a ndodhi në orën 12 të natës. Këta mizat e kalit, si Berisha dhe ky, Berisha është kryeministër, ky zvenc kryeministër, lajmëron dhe shumë shpejt do thohet e vërteta, sepse me parat tuaja, me jo miliona, po biliona, këta u japën ambasadave të huaj, u japën kushdo që vjen nga Amerika, pa marrësi se është lam pjatat, pa marrësi se është pa shkollë, pa marrësi se është ambasador, o është kongresmen, nuk ka rëndësi kur vjen një njeri kur nuk e pret ambasada jonë e Amerikës që është në Tiranë për vitesh. Po ashtu ka qenë edhe 1922-shin, po tash prap ka 35 vjet që ambasada amerikane është edhe ambasadore sot quhet Nancy. Ajo është me shërbim, ajo është direkt nga Amerika, është ambasadore e jo zvendëse, po është ambasadore e Amerikës, që ajo merr të dhenat nga State Departamenti, merr të dhenat nga njerëz që duhet t'i japin të dhena dhe është ambasadore. Po kthe dhe unë kokën më të djathtë, po e shëgoj, e shihni dhe vetë dashur shqiptar. Ambasadat, sidomos të Amerikës, kanë një rregull, kanë një disiplinë që unë e di shumë mirë. Kur vjen takojë një njeri, nuk vete i vetmi ambasador o ambasadore, vete i shoqëruar me 2-3 veta, është kushtetuta, kjo kushtetuta e Amerikës që shihni këtu dashur shqiptar. Kjo ka erdhur punë private. Dofta punë dashurie, si që shihni edhe ju, e paparë një histori të ndodhi një Amerikane. Dashur shqiptar, unë e njoh fare mirë. Ajo ka qenë një gazetare për shumë kohësh, ka qenë e martuar në Kaliforni, ka fëmijë, la atë
mori djalin e Danit të presidentit. Po është punë e tyre. Dash të martohen 1000 herë, dash 100 herë, është punë familjare. Se kë merre, se kë le, është punë e tyre. Por, sot që flasim ne nuk është me punë e tyre, po është puna e shtetit të Amerikës, që Amerika ka respekt për të gjithë botën. Nuk mund ta uli vlerën të dashur shqiptar, nuk e humb vlerën, vjen një në mes natës nga Greqia, vjen takon Edi Ramën, po ku shkon mbas orës 12 dashur shqiptar? E shihni dhe vetë çfarë foto. E shihni vetë edhe çantat të mëdha. Hynë brenda me çanta bosh dhe dalen me miliona e miliona e biliona dollar. Erdhi Rama e bëri ka përgatitur. Unë i themi Edi Ramës ti do mbash përgjegjësi penale dhe personale për këtë gafë që e bëre me ambasadoren që është në Greqi. Mua pak më intereson, Greqia është armiku tim, sepse na ka dëmtuar Shqipërinë me kohë e me kohë. Pra të dashur shqiptar, ka arritur koha që do thënë shqiptarëve të vërtetë. Kur vjen një zyrtar, vjen jo mbas orës 4-5, po është më 8 deri më 4, siç është orari zyrtar. A e keni parë ambasadorin kur vete së bashku me 2-3 veta? Të gjithë ambasadorët e Amerikës është një ligj kombëtar, është një ligj, një kushtetut. Pra, kjo vete, daçe veshur, daçe zhveshur, mua pak më intereson. Po unë po u them mizave të kalit që po dalën në televizor kanë gjithë ditën sonte dhe gjithë natën. Ju do mbani përgjegjësi penale që e zini në gojë Amerikën. Amerika është një zot për këtë botë. Amerika ka një rregull, ka disiplinë. Ambasada e Amerikës është aty ku është. Po çdo njeri dashur shqiptar. Para ca kohe erdhi një femër tjetër si kjo. Vajti në Vlorë. Policia pa pikë turpi urdhër nga Edi Rama e shoqëronte sikur ishte presidente, ajo ishte një vajzë e një presidenti, që për sa kohë është president, kur del nga presidenti as e një kurkushi, pavarësisht se ka njohur njëri kurkushi më përpara. Pra dashur shqiptarë, unë po them shumë shqiptarëve. Në Amerikë ka 2-3 javë që zjen kongreset dhe sidomos senati special i inteligjencës është mbledhur ka 2-3 ditë rresh. E në këtë orë që po flas unë janë duke folur. U kërkojnë llogari generalëve që kanë goditur Iran, pse kanë goditur shkollat dhe kush ka dhënë urdhër. Ju më kuptoni kush fjala. Dashur shqiptar, Amerika është me ju. Ambasada e gjithashtu është me ju. Sa vinë këtu soll e sorrollop, pak na intereson. Pra, Edi Rama e bëri qëllimisht. Unë përsëri po i themi Edi Ramës, atë që bëre ti mbrëm në orën 12, ti do mbash përgjegjësi personale. Ke ulur vlerën e Amerikës qëllimisht, se e anti-amerikan si ti e Sali Berisha. Pa kohë më parë ti vajte u përlyeve dhe me ish e FBI-s të New York. Po shqiptarët e mi, u kam thënë, kur është në punë FBI-a, o kongresmeni, o presidenti, në atë moment ka respekt për aq sa është. A ditë që largohet nga puna e FBI-s, kishte kohë, kishte larguar, erdhi të njëjtën si kjo, për të marrë para. Për të vjedhur para të shqiptarëve, sepse ju po drejtojmë ju shqiptarëve, e unë shqiptar jam, është turp i botës kur u vjen një kongresmen i huaj, o një rrugaç nga Greqia, o një deputet i Parlamentit të Evropës, ju e ngrini më qellë sikur ai ka fuqi. Të dashur shqiptar, ka ligje në botë, ka rregulla në botë, ka disiplinë,
kur vjen e nuk është i shoqëruar nga ambasada amerikane, ai s'është kur kushi. Për këtë ajo do mbaj përgjegjësi. Që mbrëm ka filluar ndjekje e saj. Pra, shqiptarët e mi, unë me kokë ulur, sepse, si që thash, 97% e populli shqiptar është me Amerikë. Dhe Amerika i shpëtovi, përfunduan të dyja partit kanë hyrë në lumë, kanë hyrë në gjiris, ju e kuptoni ku e kanë fjalën, Edi Rama do mbaj përgjegjësi penale për këtë që bëri qëllimisht për të ulur autoritetin e Amerikës, ka paguar para edhe me Spiro Palin për t'i bërë një takim me sekretarin e shtetit. Dhe sekretari i shtetit nuk pranovi, kjo është arsye që hoqi Sali Berisha bashkë me Edi Ramën, Spiro Palin. Se është ka që shqetësuar zoti Rama, duhet ishte i gëzuar se ambasadori i Amerikës erdhi në mes të natës në kryeministri. Si e komentoni ju? Të dashur shqiptar, unë kam thënë gjithmonë që gazetarët e rinj i ka nevojë ky kombi shqiptar. Sidomos për këtë zonjën, o vajzë e re, nuk e di mirë, o e di punën e saj, është një gazetare vërtet që kërkon llogari sipas gazetarisë, jo sipas qefit të saj. Unë e pash me vëmendje dashur shqiptar, meqense gazetarja më nxjerr këtë, unë e pash fillimin dhe mbarimin të dashur shqiptar kur doli Edi Rama, së bashku me një deputete që e ka caktuar ministre e parlamentit. I gjenë nga rruga, i marrin dhe i bin ministre, i ben president si Matufin që kini, Barjamin, si e ka emrin e i, edhe më falni shqiptari që u thash sot do nxjerr dokumentat, nuk pata rastin të sillje dokumentat, nuk ishe kohë, sepse në ra e quajtur ambasadorja që vjen nga Greqia, ambasadorja amerikane, se do të nxjerrin, siç u thash, dokumenta, çfarë bën në Ministrinë e Brendshme, Baramët, edhe Berisha dhe Edi Rama që sjellën në Ministrinë e Brendshme të bes, i kanë fotografi origjinale. Unë nuk kam thënë dashur shqiptar. Ne shëgojmë çdo milimetër. Para se të nisë ajo nga Greqia ne e dim. Pse erdhi dhe ku do vinte. Pra, të dashur shqiptar, dal në Edi Rama. Edi Rama sot ishte tepër nervoz, tepër i papërbajtur. Sa e ofendovi atë vajzën, atë zonjën o vajzë si e ka ajo gazetare, zonja Meta, po i them, mos dëshpërojët se unë nuk e di, është e martuar, është vajzë e re, po zonja Meta është një gazetare e shkëlqyshme. Ai e ngatrovi me disa televizor të tjerë, harrovi Edi Rama, që televizori shqiptar, që është shqiptar, që i merr taksat e shqiptarëve këtu, që u ambajtën në pension, u ambajnë në punë, ai ishte televizor sërb. Ai ishte televizor anti-shqiptar. Pra, ai kishte fjalën për televizorin News 24, që nuk ka paguar një ditë taks, po si ai janë Top Channel, po si ai janë klani, i klaneve, të gjithë televizorët janë të Edi Ramës e të Sali Berishit që s'kan paguar taks. Edi Ramës ka paguar taks në atë zyrë që ka për 35 vjetë, as gas, as elektrik, as gjë s'ka paguar. Pra, këta të dashur shqiptar përfunduan. Dhe dalë përsëri në Edi Rama. Edi Rama gazetare ishte e natosur, sepse di veten se çfarë bëri mbrëm në orën 12. E di fare mirë veten, sepse të dashur shqiptar, po të tallesh me Amerikanët e gjenë vend. Edi Rama është dënuar në Amerikë 7 vjet. Nuk e shpëton dot as ajo gazetare që është ambasadore në Greqi. Senati do të verifikoj shumë mirë tani përse erdhi në Shqipëri, sa mori dhe pse. Pavarësisht se Edi Rama kur i tha gazetarja që përse erdhi ajo zonjë. Edi Rama dashur shqiptar tha, ka erdhur për bezinë, për naftën, për aeroportin, për të qeshur.
ka ardhur të reprezentoj Amerikën, po ka Amerikë prezenton ajo Edi Rama. Ambasada është në rrugën e Elbasanit. Ajo e prezenton State Departament. Ajo e prezenton shtetin Amerikan. Ajo është një nga Amerikanet 100%, është serioze. Ajo është vërtet ambasadore. Ajo ka vite që punon ambasadore. Është krenare që është Amerikane. Po sa vinë këtu, si që thash, vajza e presidentit, vjen të marri detin, e shoqëruar, sa t'jemi gjallë ne, jo detin s'mirret, jo Vlora nuk mirret, jo Sazani, por nuk i luan asgjë. Sa do që të vinë, akoma më tepër llumi u hidhet në kurriz tyre, sepse janë 2 shqiptarë të quajtur shqipfolës, si Sali Berisha dhe Edi Rama, janë anti-amerikanë, se Amerikanët kanë krijuar SPAK-un, Amerikanët kanë krijuar byron kombëtare dhe dje janë shtuar në byron kombëtare për arestimet që do bëhen. U kam thënë dashur shqiptar, ta do hiqen zvarr. Unë kam thënë për Edi Ramën, po do hiqen zvarr shumë. E shumë gazetar, shumë të quajtur analist, shumë të quajtur jurist, avokat, se i kanë vënë në verë emrat, shumë të quajtur filozof, shkrimtar. Pra dashur shqiptar, këta çfarë su kanë bërë ju? Edi Rama gazetare sot ishte, si i thonë këtu në Shqipëri, pavioni 5, më duket se i thonë, a ishtë jo për pavioni 5, pa ishtë për Elbasanin, por e mendon që të bëhet, por e i do japi llogarinë në Amerikë, është dënuar 7 vjet. A i do dënoj dhe për atë që është takuar mbrëm në orën 12 të natës. A i do dënohet shumë rënd për shumë gjëra. A i do dënohet shumë rënd për ata kriminal të Iranit që i mban 3.000 veta. A i do dënohet shumë rënd që e ka bërë policin me çdo kish të Izraelit ka vënë nga një fugon e nga 3-4 polica. Shpenzon parat për të mbrojtur ata që mendoni se të mbrojnë. Ne nuk na intereson fare se ç'ndodhet në lindjen e mesme. Na intereson kombi i Shqipërisë. Na intereson toka ton që është e gjakosur edhe po ndyhet, po turprohet për këtyre rrugaqve që keni patur për 35 vjet. Pra i sot si ishte më normal, e nxori këtë gazetare, kërkovi pushim e paparë një histori, tamam si që bëjnë në parlament, që kur ziren, kur e shohin që kalon nga tema, u ngrit e tha 5 minuta pushim, sepse ajo vajza i kërkonte llogari tamam si duhet. I kërkonte sipas rregullit, kurse ai e ofendonte, e rëndonte, kaloi 5 minuta dhe e përzuri edhe atë. Pra, o gazetar të rinj, shpresa është ke ju e kombit. Ju që jeni në teren, jo gazetarët që janë 85 në për televizor që e shkatruan kombin e Shqipërisë. Edhe sonte, ne të gjithë televizor do t'i shëgojmë cilit gazetar flasën kundra Amerikës për çështjen e asaj ambasadores. Kryeministri grek, bashkë me ambasadoren amerikane që ndodhet në Greqi. A keni ndonjë koment, profesor, për këtë? Po, dashur, po shqiptarët e mi. A i shini ambasadori, më falni, kryeministri grek. Edhe në krahun tjetër, e ka bërë dorën në zyrë sekrete, ka kohë jo tani, kur ka vajtur në Greqi, dhe ka bërë biznis privat që të mirte naftën e Shqipërisë në Bregdet. Ka bërë plane, mendonte se ishte në atë kohë, ishte gruaja e djalit të presidentit. Tash janë ndarë. E kështu ka zakon. Se kam përgjith. Ndarje, se kam përgjith lem fëmijë të rrugë. Pra, dashur shqiptar, unë i them kryeministit grek, unë e njoh fare mirë. Ka bërë shkollën më të mirë në Amerikë. Gjyshijot e mori Amerika, e nxori nga burgu
kur mbreti e kishte futur në burg, e kam fjalën për gjyshin, thënë o kryeministër i Greqisë, unë dion fare mirë. E dërgoi përsëri, e bëri kryeministër, u lidh me rusët. Po ashtu dhe ta, të njëjtën ndodhi. U edukua në Amerikë, u sëmur, është për Ahmet. Më kupton pse është sëmur. Pra o kryeministër, që i ke thënë Edi Ramës se unë kam fuqi në Amerikë, i s'ke kurkush. Nuk e harron Amerika largimin e forcave në tokën e greke, në tokën e shqiptarëve, të them më mirë, Arvanitës. Nuk e harron. Ju ishët ata që i larguat forcat amerikane. Ishin shumë forca amerikane. Është përhapur sot në televizor, pash disa televizorë që ne i shikojmë gjithë, edhe thonë disa mizakali që e paguan Greqia, do habitin i dashur shqiptar, sa gazetar pagon Greqia në Top Channel, Klani, A2, News 24, po thuaj një gjithë televizorë, që i paguan Greqia dhe sot thoshin, është numër 1 për në Amerikët dhe zonjën e Benin luan fare. Qëse një kurkush. Pra, shqiptarët kanë pozit, shqiptarët kanë vend në Amerikat që ku duhet që e kanë për të gjithë jetën. Jo për 3 vjetë vete edhe ikë. Pra, dashur shqiptar, Amerika është me ju. Amerika nuk pyet fare për Grekun, se i nje Grekët, ky personi që shini ju, që zbarë dhëmbët, është milioniri i Evropës. Ka vjedh Greqinë. Ka vjedh popullin grek. Të njëjtën si Edi Rama me Sali Berishën. A mbani mend që Berisha vajti kërkonte vota? Ullur karriken me ti, me Grekët e thoshte mi votën Grekëve. A mbani mend Edi Ramën? Pra dashur shqiptar, për këta ka shumë për të thënë. Por këta do t'i shihni ju që u kanë torturuar për 35 vjet, 46 vjet me regjimin komunist sërb, për 35 vjet me mizat e kalit, e mizat e kalit se kanë hak, aty në bisht e kalit, këta u shkatruan ju. Unë kam telefonata shumë dashur shqiptar nga Evropa, që kanë ikur nga 30 ca vjet, që kanë ikur nga 15 vjet, inxhinier, profesor, që ka nevojë ky kombi jon. E janë të dashur shqiptar, e janë unë pres ju të bëjmë Shqipërinë. Mizat e kalit kanë përfunduar. Mizat e kalit do t'i shihni me sy, si do hiqen zvarr nga spaku, nga byroja kombëtare. Byroja kombëtare është forcuar dashur shqiptar. Çdo ditë vjen, të padushme. Vjen për të arrestuar këta. Këta menduan që në parlament dhe kuvend tje, do me thënë, nuk e dorëzuan ballukur, që atje ju e kuptot dashur shqiptar. Do me thënë ju për një dritë, apo që rregulloni një qati, a mbilni një pemë o një perime, 6 muaj burg. A e dini dashur shqiptar sa ka në burg, nga 2-3 vjet, që akoma s'ka mbajtur në gjyq. Përse? Për tokën e tyre. Kurse këta, që janë miliona e miliona dollar, që janë me vila që u thash para ca kohë, që janë me vapor, me avione privat, vjen hanë drek, mëngjes në Milano, në Athinë, në Beograd. Akoma do rrinin me gjumë, me këta plirat e plirave. Akoma nuk grjeni, u kanë rrëzuar me gjumë. Po këta në kartona më shqiptarët e mi. Qa nuk po bëjnë? Me parat tuaja këta po blenë çdo njeri. Po kushdo që ka erdhë ambasador të huaj, or të quajtur ambasador që vinë nga Greqia o nga Italia, do japi llogari
nuk kanë kuvend. Ne jemi në Amerikë, ne jemi në Evropë, ne jemi në Shqipëri. Nuk kanë ku shkojnë. Parat që kanë vjedhur, parat do të vasillën ju të dashur shqiptar. Ju do t'i kini, nëse dini të veproni, sepse fëmijët tuaj po mbajnë për ditë telefon nga Evropa, nga Gjermania, nga Austria, nga Franca, nga Inglitera, nga të gjithë vendet, po bëjnë, duan të vinë në Shqipëri. Nuk po durojnë më dot me këta mizat e kalit, me parat tuaja, këta paguajnë, vjen një quajtur ambasadori i Evropës. Kush është ai mund tash? Pa Evropë na kanë shkatëruar ne. Ata do ja llogari para gjyqit këtu. Do t'i sjellëm kudo që janë këta ambasadorë të Evropës. Janë mjaft, përveç ambasadës gjermane, përveç ambasadës të Austrisë dhe përveç ambasadës time dhe tuajës që ka këtë flamur. Se ky flamur dashur shqiptar është mbrojtur nga personi me gjakun shqiptar i quajtur General George Washingtoni, me nën shqiptare, që Bushi e ka lënë në amanet vdiq, e tha nuk e kam parë Shqipërinë të çliruar. I biri e erdhi president. Ata janë presidenta. Po jo këta sa vinë shkojnë në Amerikë. Edhe duan të vjedhen përsëri nga Shqipëria. Po jo sa jemi gjallë ne. Do të shikini në dashur shqiptar ç'a do bëjnë Senati i Amerikës. Kushdo që vjen këtu mbaj shënim. Dhe ambasada amerikane i qesh në rrugë Elbasanit që e përsëritën Edi Rama 1000 herë që unë spyes për rrugën e Elbasanit, e ka fjalën për ambasadën amerikane. Ambasada amerikane do t'jetë me shekuj e me shekuj këtu në Shqipëri. Flamuri amerikan dohet me çdo shtëpi i kryqëzuar me flamurin shqiptar. Pra të dashur shqiptar, ka arritur koha unë u bi thirrje. Profesor, a keni diçka për të shtuar? Unë s'kam gjë për të thënë, po unë i kërkoj falje shqiptarëve se u thash sot do sjellnin shumë foto. Çfarë bëhet në Ministrinë e Brendshme, si ka erdhur të beja, si në kohën e Berishës, si në kohën e Edi Ramës, mashtrus që janë këtu, qa bëjmë planet, po shqiptarët e mi, unë e kam serios. Unë pse nuk po shkoj në për zyrat, po e them troq në zyrat e reja. Unë kam nevoj për ju. Kam nevoj për intelektual. Kam nevoj për njerëz me shkollë, inxhinera, profesora, doktora, ekonomist, jurist. Ka nevoj Shqipëria për ju. Dashur shqiptar, po e përfundojmë. Ne do shihemi përsëri të shtunën apo të henën, po e njerë unë i bi thirrje gjithë shqiptarëve. E janë i sa më parë në shpresa e kombit. E janë i të shkojmë në zyrat e reja urgjent. E janë i të shërbejmë kombit sa më parë. Të dashur shqiptar, pavarësisht se sot jam i dëshpëruar, moralisht jam shumë i dëshpëruar çka ndodh mbrëm, sepse shqiptarët dofta e marrën, sepse ajo kishte urdhë që të vinte, e kam fjalën për ambasadoren që është në Greqi, e jo në Shqipëri. Pra, mos u keq kuptoni, ai nuk ka urdhë të vinte këtu, për arsye ajo vjen për biznesin e saj, për punët e saj. Pra, të dashur shqiptar, keqardhin që e kam në trupin tim, për arsye se shqiptarët presin një ditë të bardhë, e din që Amerika është me ju, Amerika do t'jetë e me shekujt e ardhshëm, e me dekadat, do t'jetë me shqiptarë. 97% të shqiptarëve do t'jenë fitimtar, 3% si partia e Edi Ramës dhe Saliu kam përfunduar një herë mirë me turp dhe do të shërbejnë brenda në burg. Do punojnë me zinxhira në përkëmbë e në përduar. Nuk kam para akoma se do heqen. Nuk është vetëm Ilir Meta që u hoq aq bukur, po do hiqen zvarr që të gjithë, që ne Edi Rama, ne Sali Berisha, e në të gjithë disa ambasadorë tuaj
që kanë shkatruar kombin e Shqipërisë. Miru pafshin dashur bashkëdhetarë shqiptarë, patjetër duhet dalë nesër të shtunën, ka shumë gjëra për thënë, e njëherë po e përsërit të më falni, për që u thash do nxjerr fotot nga Ministria e Brendshme, sot nuk pata kohë për arsye se na doli tjetër punë me Edi Ramën. Natën e mirë, të dy flamurët të kryqëzuar dashur shqiptar do t'jenë në tokën e Shqipërisë. Rroft Shqipëria, poshtë armiqton, poshtë shqipfolësit dhe mizat e kalit. Natën e mirë nga mua. Profesor, të falenderoj. Të dashur miq, pas pak do të jemi live në emision me sekretarin dhe zëvendës sekretarin e infrastrukturës për qeverinë teknike të Partisë Shpresat Demokrate. Natën e mirë.